mos dalja e tesës nuk është në një arritje, vese është një fsheje e të vërtetave të mëdha që janë brenda aty. Sepse e para një herë që o përpoqet ta shesin tezën që ka dalë si një si pune fablus dhe legendës që është ngritur që ne në Tiranë jemi të ndeshëm, po këta në përrete janë hajdutët. Këta vjeti, do me thënë, kumblat hajnë pas dhe dardat hajnë pas shpinës tonë, dhe që nga bënë në Kukës. Kuksi është shigjetuar tani si e keqja me madhe e këti kombi, në Kukës që ka bë. Me ata pak në zënës që ka bënë në Kukës, në është përjashtuar kye, në është përjashtuar ahije, i tham ati, i tham këti, gjë që nuk qëndron. E dyta, rezultati maturës nuk duket tani. Duket kur zonja ministre të na thotë se sa ishe diferenca e notës. E treta, rezultati maturës duket me sa maturant janë më pak të vit, krahasuar me vitin e kaluar, që janë së paku mbi 2000. E katërta është që 4.000 maturant, në këta 26.000 nëse janë, se gjithmonë është e gënjeshtë shifra e tyre, nëse janë 26.000, duke ma parasysh që 5.000 ngelen, 4.000 ikin, llogarit sa në ngelen e brenda.